Titulli i analizës së sotme është Urrëtie e madhe ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Nuk është çudi as pak që stadiumet e futbollit, por edhe sporteve tjera shfrytëzohen si arenë për shfaqjen e paragjykimeve dhe stereotipeve etnike. Ky konstatim del që nga analiza tekstuale e emërtimit të dy grupeve kryesore të tifozëve, komitët dhe ballistët, emërtime luftarake në të dy anët. Ballist do të thotë antar i ballit kombëtar, organizatë politike që bashkonte rryma të ndryshme në kohën e luftës nacionale çlirimtare, e cila kishte program nacionalist dhe e cila bashkëpunoi me pushtuesit fashist e nazist. Komit do të thotë pjesëtar i luftës çlirimtare të organizatës së brendshme revolucionare maqedonase e njohur me emrin VMRO, e cila ka funksionuar midis viteve 1919-1934 dhe e cila ka pasur qëllim arritjen e autonomisë apo pavarësisë së Maqedonisë, përkatësisht më vonë krijimin e shtetit të pavarur Maqedonas. Në stadiume zëshëm me jehon të madhe brohoriten thirrje me motive etnocentrike, por edhe nxitse për dhunë dhe urrëtie etnike. Themi jo vetëm në stadiume sepse urrëtia etnike në Maqedoninë e Veriut tashe 35 vite, por edhe më herët në komunizëm kultivohet edhe në institucionet e shtetit. Kultivohet, promovohet dhe afirmohet edhe në debatet politike, arsim, sidomos në tekstet shkollore, në diskursin shkencor i përforcuar me hartimin e enciklopedisë maqedonase, media, sidomos në portale, kulturë dhe art, sidomos në atë muzikor, folklorik e në sfera të tjera. Më 21 shkurt të vitit 2026, komitet në ndeshjen mes Vardarit dhe klubit Bashkimi nga Kumanova u brohoritën thirrje antishqiptare. Përfaqësuesit e Bashkimit e ndërprenë ndeshjen pasi thirrjet nuk ndaleshin, ndërsa gjyqtari Benjamin Kerimi, mbrojtësit të Bashkimit Recep Murati ndau karton të kuq, me arsyotimin se gjoja e ky i fundit e ka pështyr. Gjatë qeverisjes së VMRO-DPMNE-s dhe koalicionit Vlen, përveç incidentit të fundit ku sulmua klubi Bashkimi, në gusht të vitit të kaluar ndodhi edhe një incident tjetër që përdëfton vrerin e madh nacionalist që ekziston ndaj shqiptarëve. Si reminiscenca të historisë jo të largët të jo tolerancës së thellë etnike dhe rikujtimi i historisë më të errët të Evropës, në ndeshjen e parakualifikimeve për kampionatin botëror të basketbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë u dëgjuan brohoritje me tone fyese ndaj shqiptarëve. Në ndeshjen e cila u zhvillua në Kumanov me 2 gusht të vitit 2025 u dëgjua: "Le ta kuptojnë shqiptarët e mallkuar, emri Maqedonas nuk do të zhduket. Maqedoni e pastër. Shqiptari i mirë është shqiptari i vdekur." Dhe dhomagazi për shqiptarët. Brohoritje me semantik identike janë dëgjuar e parë në vitin 1997 në protestat antishqiptare të studentëve kundër Fakultetit Pedagogjik në gjuhën shqipe, ndërsa një pjesë e drejtuesve të protestës së atëhershme janë politikanë të sotëm me reputacion në VMRO-DPMNE, Antonio Miloshovski, Vlatko Gjorçev dhe më herët Filip Petrovski, Nikola Todorov e të tjerë. I gjithë ky manifestim fashist i urrëties antishqiptare në Kumanov u shfaq pas një lloj frige në praninë të drejtuesve të lartë të shtetit, kryeministrit Hristijan Mickoski, ministrit të brendshëm Pançe Toshkovski, zëvendës kryeministrit Ivan Stoiljković dhe kryetarit të Kumanovës Maksim Dimitrievski. Fakti që në ndeshje në të cilin shqiptarët as protagonist nuk janë, por fyhen rënd, është disfat për shoqërinë, politiken, arsimin, mediat e kështu me radhë, të cilët sektor nuk kanë bërë sa duhet për të shërënjosjen e urrëties antishqiptare, por edhe anasjelltas. Siç ndodhte gjithmonë gjatë qeverisjes së VMRO-DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe lidhur me këtë rast tani kur qeverisë VMRO-DPMNE-ja me Vlenin ndodhe njëjta, pa ndryshim. 6 muaj pas incidentit nuk është dënuar askush. Ripërsëritje e praktikës së vjetër që flet qartë për kultivimin e kulturës juridike së mosndëshkimit. Kur ndodh kjo, me të drejtë themi se rastet e sulmeve verbale dhe fizike ndaj shqiptarëve do të përsëriten. Njëri nga eksponentët kryesor të Bashkimit Demokratik për Integrim,
Arber Ademi, duke komentuar incidentin e fundit, komentoi duke thënë: kur në një ndeshje lejohen fyerjet raciste ndaj shqiptarëve dhe kërkohet largimi i flamurit shqiptar, bëhet e qartë se problemi nuk është sportiv, por politik. Ademi ka shtuar se incidentet e rënda në futbollin ton nuk janë rastësi, por janë pasojë direkte e mosndëshkimit dhe e inkurajimit të heshtur që u bëhet atyre që shkelin rregullat dhe nxisin urrëtie. Ka të drejtë, plotësisht ka të drejtë zoti Arber Ademi, sepse në vendin ton me dekada nuk zbatohet parimi i ndëshkimit të atyre që nxisin urrëtie e që është vepër penale. Dhe kjo nuk ndodh sot, vetëm në vitet kur kemi pushtet pa Bashkimin Demokratik për Integrim, por ndodhte edhe kur integristët kanë qenë në pushtet, por edhe kur Partia Demokratike Shqiptare dhe më herët Partia e Prosperitetit Demokratik kanë qenë në pushtet. Gjithnjë ndodh, vetëm se dallon intensiteti i urrëties ndaj shqiptarëve, i cili herë është më i vogël e herë më i madh. Pak histori të urrëties antishqiptare. Më 16 gusht të vitit 2009, rreth 100 huligan të grupit Komitet në një aksion të qartë për pastrim etnik në lagjen e Res të Shkupit u futen nëpër shtëpitë e shqiptarëve dhe i sulmuan ata. Nuk kursyen as fëmijët, gratë, as pleqt. Sipas dëshmive të banorëve të dhëna për mediat, policia kishte bërë se hir, kishte qëndruar duar kryq edhe në këtë mënyrë ishte bërë vetëm vëzhguese e sulmit. Partitë shqiptare kishin dënuar këtë akt, askush nuk u dënua. Nerezi shtrihet në komunën Karposhe, banuar me shumicë maqedonase. Atë botë lëvizja vetëvendosje, sot partia dominuese në skenën politike kosovare, reagoi me komunikatën e titulluar Komitet e Gruevskit. Në të thuhej se nëpërmjet këtyre veprimeve antishqiptare, Maqedonia po tregon qartë se ka zgjedhur rrugën nëpër të cilin ka kaluar Serbia e Miloševićit. Të gjithë mbajmë mend kur tifozët Delije të Crvena Zvezdës ishin ata që duke ushtruar urrëtien e tyre ndaj kroatëve, bosnjakëve e shqiptarëve, më vonë erdhën e u bën njësi paramilitare të Željko Raznjatovićit Arkanit, të cilat bënin kërdin mbi popujt jo serb gjatë luftrave të shpërbërjes së Jugosllavisë. Sipas vetëvendosjes, ajo që shprehi në sport atëherë ishte pasqyrim i përmbajtjes së regjimit politik hegemonist, pas memorandumit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë 1986, ardhjes së Miloševićit në pushtet 1987 dhe suprimimit të autonomisë së Kosovës 1989. Krejt ajo që erdhi më pas e që shprehi edhe nga turma komitesh e qetnikësh nuk ishte tjetër veç se shtjella e një procesi të parashikueshëm. Në fakt, kjo edhe ka ndodhur. Sipas një analize të portalit hulumtues Balkan Insight, gjatë luftrave të viteve 1990, klubet e mëdha furnizonin me rekrut njësit paraushtarake anë mban i Jugosllavisë. Më të njohurit ishin Tigrat, një milicie e formuar kryesisht nga huliganët e Yllit të Kuq, të Beogradit dhe të drejtuara nga Arkani. Bosët e milicisë së vjetër nga atëherë ose janë vrarë ose janë dërguar në gjykatat e krimeve të luftës, por brezi i ri i ultrasve ende gëzon famë dhe kthetrat e tij shkojnë përtej futbollit në shoqëri dhe politik. Gjatë viteve të mëhershme, tribunat preku pjesëtarët e grupit Komitet ndiqnin Vardarin e Shkupit, ekipin e tyre shpesh mbuloheshin me pankarta në mbështetje të Johan Tarçullovskit, drejtuesit dikurshëm i ultrasve. Tarçullovski organizoi dhe menaxhoi me aksionin famkeq në fshatin Luboten të Shkupit, ku më 12 gusht të vitit 2001 u vran 10 shqiptar të pafajshëm. Tribunali i Hagës në korrik të vitit 2005 e dënoi me 12 vjet heqje lirie, por pas 8 vjetësh e la të lirë. Më vonë, Tarçullovski u bë deputet i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut dhe njëri nga eksponentët kryesor të VMRO DPMNE-s. Edhe pak histori të urrëties antishqiptare. Më 6 mars të vitit 2010, një grup prej 50 huliganëve me gur dhe me shufra sulmuan fëmijët shqiptar që kanë bërë patinazh në sheshin e Shkupit. Policia vetëm i ftoi në biseda informative huliganët, askush nuk u dënua.
Në vitin 2011, qeverisja e VMRO-DPMN-s filloi zbatimin e politikës së simboleve. Realizoi projektin Një etnik dhe një religios Shkupi 2014, i cili ishte dalldisje politikaneske me historinë, kulturën, trashëgiminë, por edhe arkitekturën. Ishte një tentim për t'i treguar botës në përgjithësi dhe shqiptarëve në veçanti se antikiteti është vlerë e qenies etnike maqedonase dhe se në këto hapësira gjithmonë ka mbisunduar dhe do të mbisundoj identiteti fetar ortodoks. Në vit të kësaj politike u mor vendimi që në kalan e Shkupit të ndërtohet një objekt i ri i cili nga arkeologu Pasko Kuzman u zbulua se do të ishte kish. Kaq mjaftoi që grupet tifoze Ai Maqedonas Komitet dhe shfercerët e Çairit të Shkupit të përlesheshin me 13 shkurt të vitit 2011. Në këtë përleshje, aktivisht ishte i përfshirë Artan Grubi, atëherë kryetari i organizatës së qeveritares Gjohu, më pas shef kabineti dhe deputet i BDI-s. Grubi në qeverisjen mes BDI-s dhe Lidhjes Social-Demokrate në vitet 2017-2024 ishte zëvendës kryeministër i Barë. Ditëve të fundit u rikthye dhe gjendet në paraburgim shtëpiak pas 14 muajve aratisje, me që akuzohet për vendimmarrje në qeveri lidhur me biznesin e kumarit apo lojrave të fatit në Maqedoninë e Veriut. Më 9 dhjetor të vitit 2012 në Shkup, grupi komitet i shoqëruar nga vojvodët e Tetovës sërish dëshiruan vdekjen e shqiptarëve. Me të dalë nga tribuna disa pjesëtar të dy tifo grupeve maqedonase kanë sulmuar 3 kalimtar të rastit shtetas nga Kosova. Policia ndaloi 2 persona të dyshuar, por nuk u dënuan. Kush ofendon shqiptarët nuk dënohet, jo sot, por asnjëherë. Nerezi nuk është lënë i qetë as në vitin 2013, më 23 mars të këtij viti, një grup të rinj huligan maqedonas kanë sulmuar prona private, dyqane dhe makina të banorëve shqiptar duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Më 13 prill të vitit 2014 në Radishan të Shkupit një familje shqiptare u sulmua nga aktivistë të VMRO-DPMN-s, të cilët pas festës së fitores së zgjedhjeve presidenciale hynë në shtëpi duke sulmuar dhe shkaktuar plagë tek anëtarët e kësaj familje. Në 17 prill të vitit 2016 në ndeshjen mes Vardarit dhe Shkëndijës në tribunat e stadiumit Filipi II, komitet sulmuan kryesinë e klubit Shkëndija nga Tetova dhe një grup tifozësh shqiptar. Menjëherë ka ndërhyrë policia speciale dhe i ka ndaluar tifozët e Vardarit, ndërsa kryesia e klubit dhe tifozët shqiptar janë larguar nga stadiumi. Një javë më pas, më 24 prill të vitit 2016, komitet fyen me thirrjet Shqiptari i mirë, shqiptari i vdekur. Loja nuk u ndërprer dhe si zakonisht askush nuk u ndërshkua. Të gjitha incidentet e lartë përmendura kanë ndodhur gjatë qeverisjes së VMRO-DPMN-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Objektivisht, nga viti 2017 deri në vitin 2024, pati qetësi relative në relacionet shqiptare maqedonase, edhe pse koncepti apo modeli i interkulturalizmit i njohur politikisht si shoqëri për të gjithë dështoi pasi nuk dha rezultatet e pritura. Historia e incidenteve dëshmon brishtësinë e marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoninë e Veriut. Ajo vërtetohet shpesh në realitetin shoqëror dhe reflektohet e shfaqet në mënyrë plastike në stadiume. Mjafton një Shkëndijë e vogël që të ndesë debatin e tensionuar politike mediatik. Kështu ka ndodhur që nga pavarësimi i Maqedonisë së Veriut, ky diskurs i ndarjes etnike vërehet pas pluralizmit, ndërsa kulmoi gjatë konfliktit të vitit 2001 dhe pas tij. Gjuha e urrëgjës më së miri dëshmon faktin se në Maqedoninë e Veriut me dekada jetojnë 2 botë paralele, shqiptarët në botën e tyre, maqedonasit në të tyren.